Vodafone Albania përmbylli me sukses edicionin e dytë të Fit for the Future with AI, forumin kombëtar më strategjik në vend, dedikuar rolit të inteligjencës artificiale në qeverisjen digjitale dhe produktivitetin ekonomik në Shqipëri. Drejtuesit e Vodafone Albania theksuan se inteligjenca artificiale nuk është më një temë së ardhmes, por një realitet që po riformëson fuqinë ekonomike, sigurinë, produktivitetin edhe diplomacinë globale. Duke nënvizuar dedikimin e Vodafone, CEO i Vodafone Albania Balazs Revesh nënvizoi rolin esencial të infrastrukturës në zhvillimin e AI. AI nuk qëndron në re. AI funksionon përmes rrjeteve, bëhet i mundur nga rrjetëzimi dhe energjia dhe përfundimisht mbështetet tek besimi. Folës global nga Microsoft, Accenture, organizata të sigurisë kibernetike dhe inovator të robotikës mbajtën sesione në stilin TED, duke treguar se si inteligjenca artificiale po transformon industrinë. Demonstrimet e Microsoft Azure, Copilot, AI në sigurinë kibernetike dhe AI në robotik shfaqën zbatimin praktik të zgjidhjeve me standarde globale në Shqipëri. Zona e ekspozitës së inovacionit në AI u mundsoi pjesëmarrësve të përjetonin 5 stenda interaktive që mbulonin cloudin, sigurinë kibernetike, robotikën, demonstrime praktike të Copilot dhe aplikime të AI në web dhe e-commerce. Një nga të ftuarit special në këtë forum ishte edhe roboti Tobi si demonstrim konkret i mënyrës se si AI mund të integrohet në jetën tonë të përditshme. Diskutimi në panelin e parë, qeverisja e së ardhmes, besimi, politikat dhe gatishmëria për AI, u fokusua tek rëndësia e harmonizimit me politikat e Bashkimit Evropian, koordinimit ndërinstitucional dhe trajtimit të infrastrukturës digjitale si kapital strategjik kombëtar. Në panelin e dytë, ekosistemi i AI në ekonomi dhe inovacion, u eksplorua ndikimi konkret i AI në ekosistemin e biznesit shqiptar dhe gatishmërinë organizative të institucioneve dhe kompanive shqiptare. Këtë vit forumi konkludoi me një mesazh universal: inteligjenca artificiale është një levë strategjike për transformimin e ekonomisë, institucioneve dhe shoqërisë.